muajt mars 2026. Një muaj apokaliptik, një muaj që do ketë shumë ndikime të mëdha në lidhje me skandalet që kemi thënë dhe kemi thënë të madhe që në fillim të vitit 2026, por le të hedhim një sy para se të fillojmë me parashkimin e 12 zodiakale, të hedhim një sy si hyrje, do të thosha, për muajin mars, çfarë na sjell dhe çfarë duhet të bëjmë kujdes. Dhe le të kujtojmë pak të shkuarën e afërt dhe çfarë ka ndodhur, dhe kjo që ndodh tani për muajin mars do jetë dhe muaji i pastrimit, por njëkohësisht edhe i regjistrimeve të mëdha që do të ndikojnë, do të diktojnë atë fusha që neve kemi parasysh për të rregulluar ose për të stabilizuar, sepse nuk ka vend për të fshehur më, por ka vend për gjëra që do shpërthejnë, por neve jemi të gatshëm të përgjigjemi çdo lloj kërkese dhe çdo lloj problemi. Marsi i vitit 2026 vazhdon rrjedhën e tij si një udhëtim i vështirë për jetën tonë. Në rrugën e vështirë plot sfida. Që nga muaji i parë i vitit vërim zbulime të rënditse. E keni parë vetë çfarë ka ndodhur nga janari deri tani. Skandale, situata të vështira që na shtyjnë përtej kufive tanë. Siç e kemi thënë, në 4 muajt e parë të 2026 janë veçanërisht të vështira dhe na bëjnë të vështirë të qëndrojmë të qetë dhe të relaksuar. Pra, në këtë udhëtim të vështirë për njerëzimin, jemi të përgatitur që në muajin mars të përballemi me zbulime dhe sqarime intensive, me aktivizimin e fortë që ka të bëjnë lidhja Saturn-Neptun që kulmon në tensionin. Megjithatë, gjithë ky vrull ka një qëllim, të na ndihmojnë të kapërcejmë pengesat. Krizat na tregojnë se diçka nuk është në rregull, se diçka e ngarkaluara nuk po funksionon dhe tani kërkohet ndryshimet e nevojshme. Marsi shënon dhe një herë zbulesa të rëndësishme në mbar botën, me ngjarje shumë intensive, por edhe me mundësi të rëndësishme. Kujtojmë se shkurti solli një eklips diellor, ndërsa Marsi sjell një eklips hënor. Në eklips do të jetë jashtëzakonisht zbulues dhe do të na vërë përballë ngjarjeve vendimtare. Pra, ky është një muaj apokaliptik, një muaj që duhet të mësojmë, ta durojmë, të menaxhojmë, të kapërcejmë dhe ndoshta përmes këtyre vështirësive të mësojmë shumë. Më e rëndësishmja na jep mundësinë të mendojmë se çfarë ndodh në të vërtetë në jetën tona dhe si mund t'i kapërcejmë në fund presionet, vazhdimësia dhe trazirat. Shumë herë refuzojmë të pranojmë se ka një problem ose nuk pranojmë situatat e tilla, duke mbetur në lidhje me të kaluarën, jo sepse po kalonin mirë, por sepse edhe ndikimet që kanë qenë nuk kanë